Pas përmirësimit të situatës së rreshjeve, ditës sotme i gjithë stafi i bashkisë dhe i gjithë trupa e ndërmarrjeve të varësisë bashkisë ka qenë e angazhuar në mënyrë maksimale për riparimin e dëmeve të krijuara nga rreshtet e ditës së djeshme. Siç shikoni këtu jemi në këtë zonë ku më shumë se 100 familje ishin bllokuar nga rënjet e rreshjes dhe rrëshqitja e dheut pas nesh, e cila po bëhet e mundur hapja menjëherë. Zona të tilla kemi disa, kryesisht në ish komunat, njësitë administrative që janë bashkuar Tiranës, dhe gjatë ditës sotme dhe ditës nesërme, të gjitha ato do të hapen për të dhënë mundësi qytetarëve që të rilëvizin në gjithë akset rrugore. Kemi sot sërish rreth 1200 njerëz në terren, cilët janë duke punuar në gjithë qytetin për riparimin e gjithë dëmeve të krijuara nga rreshtet e djeshme, dhe rreth 80 mjete në pika të ndryshme të qytetit që janë gjithashtu duke asistuar këtë proces. Duhet thënë që sot që mund bëjmë një bilancë të situatës, në gjithë se dje kishim rreth 20% më shumë rreshje se sa para 2 muajsh, në muajin tetor, kur ndodhi përmbajtja tjetër në qytet. Kryesisht kemi të bëjmë me bllokim takseve lëvizëse, kemi probleme 2 ose 3 ura gjithashtu në komuna në Zallbastar, Zallherr, dhe kemi në disa zona ku ka dhe njerëz të banuar dhe familje. Familjet janë larguar nga zonat ku ka pasur rrëshqitje pranë shtëpive, dhe ne do të fillojmë gjithashtu që të gjejmë mënyrën si të asistojmë këto familje me heqjen e dheut gjithashtu apo me masat e duhura që duhen marrë nga ana inxhinierike për të pasur mundësi që njerëzit mos rrezikohen.